Rusia ka dërguar instruktor ushtarak në Niger, raportoi të njëjtën televizioni shtetëror i Nigerit RTN. Sipas tij, instruktorët ushtarak rus mbërritën me një avion të mbushur me pajisje ushtarake në bazë të një marrëveshjeje mes juntës dhe presidentit rus Vladimir Putin për të rritur bashkëpunimin. Televizioni publikoi pamje të një avioni ushtarak duke shkaktuar pajisje ushtarake. Një burr në uniform kamuflazhi për të cilin televizioni tha se ishte një nga instruktorët, tha se shkuan atje për të stërvitur ushtrinë e Nigerit e për të zhvilluar bashkëpunimin ushtarak mes Rusisë dhe këtij vendi. RTN raportoi gjithashtu se Rusia ka pranuar që të vendosë një sistem kundërajror në Niger. Deri para grushtit ushtarak të shtetit në korrik të vitit të kaluar, Nigeri ishte aleati i fundit demokratik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Francës dhe vendeve të tjera evropiane në luftën kundër militantëve islamik në rajonin e Sahelit, ku xihadistët po vazhdojnë të shtojnë ndikimin. Në mars, junta i dha fund bashkëpunimit me SBA-n në luftën kundër terrorizmit. Forcat e armatosura të Gjermanisë kanë një bazë ajrore në Niami, ardhmja e të cilës është e paqartë për momentin.